Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Përshëndetje, lutem, ulani pak zërin e televizorit, po mos mu largo shumë nëse ke mundësin, mos mu largo shumë nga telefoni, pra nga pamja, flas nga kamera e telefonit, dhe ju dëgjoj me vëmendje, mendimi juaj. Përshëndetje, zotri. Mendimi im është ky. Po, më thuaj. Por gjë në parlament që bëjshin pyetje dumanit vetëm ata hajdutnit. Po? E para. Po ju dëgjoj. Vetëm hajdutnit, ku i kanë marrë ata vilat e makinat i 100.000 euro ata plera. Jo, lutem. Zotri, pa ofendime. Unë duaj që ta vazhdoj bisedën me ju, por të lutem pa ofendime, për këdo. Të lutem, pa ofendime. Andi, jo t'i ofendojsh ata, po qëm mund mos u thush atyne, sepse kanë qu poplin viktim. Dakord, mo ke të drejt ke mendimin tënd. Unë po them përvojmë etikën e programit dhe etikën televizive. Kështu që mos e vazhdo, sepse s'po ta ndërpres telefonatën, e kupton. Mendimi im personal, mendimi im personal, atyne t'u marrin pronat, po? E në dalin si ata qenë të rrugëve në përkiratit të në gjithë popullin. Faleminderit. Do të them, sepse kam, le të themi, kulturën dhe respektin tim për programin dhe për gjitha dhe që bëjmë pjesë, por absolutisht tentova jo me atë fjalor dhe jo me atë etikë.